radhës është trajner boksi, I cili do të na flas pak për boksin dhe çdo vështirësi që has një boksier. Luis, përshëndetje dhe të falenderoj që pranove të jesh pjesë e Vibe. Përshëndetje dhe mirë se gjeta. Ti je trajner bokse? Dhe jo vetëm, edhe kickboxing dhe MMA. Jam I vetmi trajner në Shqipëri, certifikuar në të tre disiplinat luftarake. Sa mirë. Po. Cilat janë moshat që kërkojnë më shumë stërvitjen? Shiko, realisht janë moshat adoleshente, duke vazhduar ndoshta nga 13 deri në 17 janë ato që frekuentojnë më tepër, por ajo që unë rekomandoj është për moshat më të vogla akoma, duke nisur nga 4 vjeç e lart, janë adapt për ta bërë këtë sport dhe ja u këshilloj edhe gjithë prindërve që ti angazhojnë fëmijët, pasi I disiplinon, I shtron, I bën shumë më të mirë, shumë më të mbarë. Është I mirë për shëndetin? Është jashtëzakonisht shumë I mirë. Eviton sëmundjet kardiovaskulare, të rregullon sjelljen, edukimin, je njëri shumë pozitiv, nuk ke agresivitet, ka vetëm benefite praktikisht. Edhe nuk është ajo që mund të mendojnë familjarët që do marrë grushta fëmia, nuk merr grushta fëmia në palestër. Përveç personave që duan ta ndjekin si karrierë, të tjerët vetëm e bëjnë si sport për të pas një trup shëndetshëm dhe një mendje të shëndetshme. Sa rrezikshme është për personat që duan ta vazhdojnë si karrierë? Okay, good question. Rrezikshmëria për personat që duan ta ndjekin si karrierë është, pasi është një sport luftarak dhe je I rrezikuar nga momenti në moment nga dëmtime shumë serioze, din. Por cilat janë dëmtimet më serioze që mund të marrë një boksier? Boksier, shiko, dëmtimet në fakt lindin pasi lën sportin, le të themi, pasi trupi bjen qetësi, është mësuar me intensitet shumë të lartë gjithë jetën dhe bjen qetësi dhe fillon nuk reagojnë muskujt, shpesh herë edhe nëse marrin goditje pas koke, që janë goditje ilegale realisht, por ka shumë që I përdorin në ndeshje për fat keq, din. Edhe është goxha I rrezikshëm. Në sportet luftarake boxing do ngelet sporti më I rrezikshëm në planet, pasi ka goditje të përqendruara në kokë dhe koka nuk është projektuar që të goditet, e din. Ti thej që të gjuash në kokë është veprim pas koke, është ilegale. Në boxing, kickboxing, në gjitha combat sport. Çfarë është legal, më fal? Legale është përveç të goditurit, domethënë, gjërat që janë jo legale janë të goditurit të gjenitalit, një dhe pas koke dy. Të tjerat janë gjitha të lejushme. Domethënë, sipas rregullave, boxing mund të përdori 2 duart, kickboxing mund të përdori duart, këmbët, edhe gjunjët sigurisht. MMA pastaj është mixed martial arts, që ka të gjitha sportet luftarake në një, që mund të përdorësh, është freestyle, mund të përdorësh çfarë duash ti, por të përbashkët kanë këto rregulla që nuk mund të gjuhet në gjenitale, nuk mund të gjuhet pas koke. Cila ai që boksier dëmtimi më I madh që ka marr? Paralizë. Mund të ngjelë. Ndodh që të paralizohet? Ka ndodhur realisht, po ka ndodhur në momente kur sportisti nuk është përmbajtur rregullave, din. Domethënë kur ka ego brenda ringut që do fitoj me do e mos për çfarë do lloj kushti, ka ndodhur dhe kemi parë jo shumë shpesh të jemi të sinqert, por ka ndodhur që kanë dëmtime serioze. Çfarë bëhet me këto boksierat që nuk I përmbajnë rregullave? Penalizohen apo çfarë? Tani në varësi që të dëmtimit që jep edhe kundërshtari sigurisht, por mund të penalizohen për jetë edhe nga sporti, mund të ishet licenca. Edhe unë jam pro që të bëhet kjo gjëja, se tani ke marrë parasysh që do luftosh për mbajtur rregullave të atyre ose më mirë bëje për çef edhe kaq. Në momentin që vendos të luaj brenda rregullave, nuk ka asnjë lloj rreziku, asnjëri nga boksierët kundërshtar. Është rreziku gjithsesi. Sigurisht është rreziku, por që nuk është se dikush futet në ndeshje pa u përgatitur. Ka kaluar në faza para përgatitore, ndeshje para përgatitore. Sparring është tip ndeshje që bën partnerët në palestër gjatë gjithë kohës, që trajnojnë njëri tjetrin, e ndihmojnë njëri tjetrin për të qenë më I aftë në ring. Por rreziku është gjithmonë aty, pasi është sport luftarak, e din, nuk është me gjithë respektin për gjitha sportet e tjera, çdo sport është shumë fantastik. Po kjo është luftë. Praktikisht është një sport luftarak që ti je I rrezikuar, por secili e merr parasysh atë gjën. Nuk po flasim për fëmijët, ka dhe fëmijë që bëjnë ndeshje, ato janë shumë të kontrolluara nga arbitri, nuk I lejon që të vriten, nuk I lejon dëmtohen, e ndalon ndeshjen sapo shef që njëri është më dominant, e di. Ka më shumë vajza apo djem? Boxing, pjesëmarrja është më tepër te djemt. Kickboxing po fillon të zhvillohet në masë nga femrat, nga gocat në përgjithësi dhe më bëhet shumë qefi, pasi mendoj që për gocat është më e nevojshme si sport. Pasi janë qendje më emocionale, edhe ka nevojë të shkarkojnë energjitë negative, jo vetëm negative, energjitë në përgjithësi, din. Edhe të ndihmon të mësosh të vetë mbrohesh, pse jo, uroj që mos ketë kurrë asnjëri probleme, por e rëndësishme është të dië njeriu të vetë mbrohet, veçanërisht gocat, sidomos. Çfarë sugjeron më shumë? Domethënë, për gocat unë sugjeroj kickboxing realisht. Po për djemt. Për çunat
Varet. Domethënë shikoj pak edhe se si është estetikisht në sensin që nëse është me fizik, po më fal. Nëse është le të themi një trup mesatarisht i gjatë, 1.90, 1.85, mundon ta anoj nga kickboxing sepse ka prioritet sa më i gjatë ti është aq më. Nga çfarë ato do të thoya, çfarë prioritetesh duhet ketë një individ, mashkull apo femër për t'ju fut kësaj rruga? Për ta ndjekur si karrierë është diçka që me karakteri është numër 1. Duhet të ketë karakter të fortë. Do një karakter shumë të fortë, jo të fortë. Pasi ti do marrësh goditje dhe nuk është e rëndësishme se sa shumë do gjuash ti, është e rëndësishme sa do mbash. Sepse kur të futesh në ndeshje nuk shpëto dot pa marrë goditje realisht. Kështu që është më tepër luftë karakteri aty brenda se sa luftë. Kështu nga jashtë duket luftë fizike, por it's not. Nuk është thjesht luftë fizike, është luftë mentale, është luftë karakteri. Çfarë qëllimi kanë kur vinë për stërvitja? Okay, good question. Dëgjoj, shumica në fakt së fundmi kanë kuptuar që ky sport të transformon, veçanërisht fizikisht. Edhe personat që duan të humbin peshë në një kohë rekord i zgjedhin si sporte këto. Do të thënë është një ndër problematikat është humbja peshës, është shumë sport antistres, se i shkarkon gjitha nervat aty, do të thënë kush ka ngarkesë në punë, kush bën punë nëpër zyrë, kush është në kontakt me shumë njerëz që ngarkohet, e ka të nevojshëm që të shkarkojë. Ose edhe ato që rinë gjithë ditën në shtëpi, s'bëjnë asgjë. Ato ngarkohen dhe më shumë. Ato ngarkohen më tepër në fakt realisht. Po. Do me thënë nuk është ka objektiva të ndryshëm. Nuk është se ndjekëm këtë trendin, sidomos meshkujt, boksierë kanë këtë që janë më të vegjël besoj. Shiko, e kanë, nuk është gjë e keqe realisht. Unë nuk mendoj se është gjë e keqe sepse ajo i ndërton një boost confidence, do të ja rrit shumë konfidencën është ndryshe një fëmijë që bën boks, është ndryshe një fëmijë që bën futboll, le të themi, with all due respect me futbollin dhe gjithë sportet tjera. Por ai që bën boks edhe shkollë, edhe shokët në shkollë nuk është se ngacmojnë, edhe në lagje nuk ngacmon njerëz se e din që mund të është i rrezikuar nga momenti në moment. Kështu që e eviton bullizimin ndoshta pa pas nevojë për ta përdorur si sport. A të kanë ardhur ndonjëherë prindër që e dinë se fëmia atyre nuk ka një karakter të fortë, ka predispozicitë dhe për të bullizuar, të vinë vetëm të sillin fëmin që ai të ditë të vetë mbrohet. Shpesh. Edhe cilat janë moshat? Shpesh dhe jo më larg se sot. Moshat më të 6 deri në 9-10 vjeç sepse nga këtu fillon ai drejtimi që fëmia merr atë tamam karakterin e tij. Ndodh shpesh, por që gabimi kryesor lind nga më vjen shumë keq që e them, po lind nga prindrit vet, pasi vjen që unë që ta disiplinoj, jo vetëm mua, por është problematike gjithë trajnerave bashkë, kemi gjithë njëjtën problematik. Vjen që unë të disiplinoj fëmin, por e shikoj që fëmin 8 vjeç akoma i vesh atletët vet prindi, nuk është nuk e kam të vështirë ta unë e disiplinoj dhe ti e prish atë disiplinë. Kështu që është një bashkëveprim i imi bashkë me prindin që fëmin ta sillim sa më të shëndetshëm, sa më konfident, sa më të fortë, sa më të dëgjueshëm. Do të thënë është i miksi të dyjave, se nëse unë reagoj keq edhe prindi më mëson mirë, nuk do bëje përpara fëmia apo anasjellta, se din. Sa mund të bisedosh me një prind në momentin e parë që vjen fëmia, që të keni këtë lloj bashkëpunimi? Shiko, është pamundur që të ndryshosh mentalitetin e prindit. Pamundur, nuk është asgjë e pamundur realisht, por që do një punë kolosale. Edhe do të thënë atë investimin që unë të bëj te prindi, unë mundohem të bëj shumë te fëmia, që në sensin që next time kur prindi të shkojë që t'i veshë atletën fëmijës, fëmia stopon vet. Lërë se këtë mund ta bëj vet. Do të thënë ai është objektivi im që të shtroj fëmijën realisht, sepse duke shtruar fëmijën e merr mësimin dhe prindi automatikisht, e di. A ka akoma nga ato prindër që paragjykojnë prindrit e tjerë sepse e çojnë fëmijën në boks, duke qenë se është një moshë e vogël? Ka, realisht është një koncept që jo më larg se dje më ndodhi diçka ngjashme të cilën fëmia donte që të bënte boxing, donte ta testonte dhe prindi nuk ishte dakord se i duket sport i dhunshëm. Më mirë do e kalojnë taekwondo, që është një sport paralel luftarak shumë i mirë. Çdo sport luftarak është shumë i mirë. Çfarë përmban ai? Taekwondo është sport që luftojnë vetëm me këmbët praktikisht. Kanë rregullat e tyre që nuk janë brendësi shumë se nuk është diçka me të cilën merren. Po është krijuar ideja që po bëri boks është agresiv, bëhet fëmijë agresiv, do t'i gjuajnë. Nuk ekzistojnë këto prindër për që ta kuptoni. Futeni fëmin në sport edhe do kuptoni në sport luftarak nuk kuptoj. Do shikoni një fëmijë komplet të transformuar për 3 muajt e ardhshëm. Do jetë një fëmijë shumë më i qetë, shumë më i mbar, jo agresiv. Në fakt është ky mentaliteti shqiptar, se nëse futet në boks është agresiv. Është përkundrazi. Nuk e kuptojnë që është përkundrazi. Tani unë çaj këshilloj një prindi, sidomos një prindi të ri, po flasim ndoshta nga mosha 30 deri në moshën 45-50, unë ja këshilloj që ta bëje bashkë me fëmijën. E din se pasi realisht prindi është heroi i fëmijës tij. Domethënë nuk mund të jem unë si trajner heroi një fëmie që jemi njohur për pak kohë. Kështu që duke e bërë bashkë me fëmijën ta, i jep një shembull shumë të mirë fëmijës, e din.
Doja të di si arrini ti disiplinoni fëmijët ose adoleshentët që aftësinë dhe forcën që e marrin aty ti mos i zbatojnë në rast të konfliktesh me bashkëmoshatarët. Okej, në fakt kjo është një ndër gjërat më delikate të trajnerëve në përgjithësi. Jo vetëm imi, se që të kuptojmë nuk është se po flas vetëm për vete si Luis, po për trajnerët e tjerë. Unë kam hapur një palestër së fundmi këtu te Square Senishi, edhe praktikisht jemi diku te 3-4 trajnerë të ndryshëm të disiplinave të ndryshme, edhe kemi gjithë njëjtin problematik te kjo pjesë. Te pjesa disiplinës është problematike, pasi çdo fëmijë është i ndryshëm. Dikush është më hiperaktiv, dikush është më i ndrojtur, dikush do vetëm të vrapojë, dikush do vetëm të flasë. Domethënë, ka karakteristika të ndryshme dhe aty duket aftësia një trajneri sa dhe si e arrin ta ndërtojë sistemin që të jetë edukues për gjithë, pavarësisht se si është karakteri i fëmijës. Ka ndonjë rast ku një fëmijë ka bërë një ndryshim drastik pas boksit, stërvitjes që ka bërë? Të gjithë. Janë pa përjashtim të gjithë. Ata prindër të cilët i çojnë në sporte luftarake e kuptojnë këtë që po them unë, fëmia atyre është komplet një fëmijë tjetër pasi bën sport luftarak. Doja të di se sa ndikon në anën psikologjike dhe sa efekt çlirues ka ky lloj sporti. Realisht për moshat nuk e përcaktoj dot eksakt me moshë, por nga 18 plus unë e këshilloj veçanërisht për këtë, pasi gjithë kanë ngarkesat e tyre. Stres nga mësimet, nga shkolla, nga marrëdhënia, familja, ekonomia, janë shumë gjëra të cilet e ngarkojnë një njeri dhe kjo është një mënyrë shumë perfekte për ta shkarkuar atë, sepse i shkarkon, do të thënë duket pak e çuditshme, por duke gjuajtur ti i shkarkon, i çliron ato energjitë negative. Dhe jo duke gjuajtur te njerëzit, që të kuptojmë, duke gjuajtur te thesi, me partners. Do të thënë ka sistem të tillë që e bën njeriu të shkarkojë gjitha nervat dhe shkencërisht e ul agresiviteti me 45% tek njeriu. Do thënë dikush që është shumë agresiv, ja super këshilloj pasi do qetësohet, do relaksohet edhe do ndihmon. Ti fillimisht vet me çfarë je marr para se të bëhesh trajner? Karrierën me kickboxing, pastaj kam ndryshuar gjitha disiplinat me radhë. Sigurisht jam shumë mirënjohës edhe trajneri tim që më ka fut në këtë linjë, pasi për mua ishte gjë shumë, nuk e kisha ngjuar ndonjëherë, thjesht kisha ngjuar boks o larg se vritesh o të rrafin atje, o do rraf në njëri. Edhe realisht futesh edhe me atë idenë që të bëhemi fort se mund të rraf njerëzit, e kupton, po pasi bën 2 muaj, 3 muaj e kupton që është komplet sport paqe, është komplet sport dashurie, nuk është zgjidhje fare dhuna, që ta kuptojnë gjithë. Domethënë duke mësuar të luftosh, duke mësuar që të mbrosh veten më saktë, nuk e përdor kurrë realisht. Domethënë është tjetër normal që mund të ketë një situatë shumë veçantë që nuk ke mënyrë fare se si të reagosh ndryshe përveç se të përdorësh dhunën, po nëse do e përdorësh do triumfosh. Tani një përmbyllje të bisedës, do doja një këshill dhe një mesazh për të gjithë ato që duan të ndjekin këtë rrugtim. Okej, super. Ja u këshilloj të gjithë prindërve që t'i angazhojnë fëmijët në sporte luftarake dhe nuk ju them që t'i sillni tek mua si trajner, po ka në Tiranë për fat të mirë janë hapur shumë palestra për sporte luftarake, kështu që ja u këshilloj fuqimisht që ti angazhoni me sporte luftarake, ja u këshilloj të gjitha gocave që mund të kenë strese apo mund të jenë të dhënuara psikologjikisht apo fizikisht ta bëjnë si sport, pasi ja u ndërton prap konfidencën, ja u rekomandoj po ashtu dhe meshkujve që janë të dhënuar, se ka shumë meshkuj që janë dhënuar psikologjikisht apo fizikisht. Ja u këshilloj ta bëjnë pasi do i transformojë si sport, do i ndihmojë jashtëmase shumë nga ana mentale sidomos. Edhe po ashtu dhe ata prindër, ata mosha 40, 50, 60 vjeç, nuk është të thënë mosha bëj aktivitet, edhe nuk është të thënë bëj apo që du boksin unë se jam 50 vjeç. No, bëje se është antistres për ty. Reflekton te familja jote, reflekton te shoqëria, je më i qetë. Edhe kur bën atë lojën e dominate lagja je më i qetë, nuk rrit të bërtitë. Kështu që ja këshilloj gjenderiu që të paktën provojeni. Nuk them që ta ndjekin, se s'është për gjithë, po të paktën secili duhet ta provojë si sport. Falenderoj shumë. Faleminderit juve për ftesën.